Në këtë video do të flasim për interpretimin e ëndrave për notimin dhe rënien në ujë. Ëndrat janë shpesh një reflektim i gjendjes sonë emocionale, mendore dhe shpirtërore. Notimi dhe rënia në ujë janë dy simbole të fuqishme që lidhen me ndjenjat, emocionet, sfidat dhe nënvedijen tonë. Interpretimi i tyre varet shumë nga detajet e ëndrrës, ndjesitë e përjetuara dhe konteksti i përgjithshëm. Notimi në ujë në ëndër. Notimi në ëndër shpesh simbolizon lirinë emocionale, përparim në jetë dhe mënyrën se si përballesh me sfidat. Por interpretimi ndryshon në varësi të llojit të ujit dhe ndjesive që përjeton. Tani do të shpjegojmë se si është uji dhe çfarë kuptimi ka ëndra. Notimi në ujë të pastër. Kjo ëndër simbolizon qartësi mendore, qetësi shpirtërore dhe ndjenja të ekuilibruara. Mund të tregojë sukses në projekte të reja ose një ndjenjë të brendshme paqe dhe kontrolli mbi emocionet. Nëse noton me lehtësi, kjo tregon që po ecën mirë në jetën tënde personale dhe profesionale. Notimi në ujë të turbullt ose të ndotur. Uji i turbullt simbolizon konfuzion, stres ose probleme emocionale që po përpiqesh t'i përballosh. Mund të jetë një shenjë pasigurisë, e frikës nga e ardhmja ose e ndjenjës së mingarkesës nga një situatë e caktuar. Nëse ndihesh i shqetësuar në ëndër, mund të tregojë se diçka në jetën tënde nuk është e qartë dhe ke nevojë dhe kohë për ta kuptuar. Notimi në det të hapur. Kjo ëndër mund të simbolizojë një ndjenjë lirie dhe eksplorimi, por gjithashtu mund të përfaqësojë ndjenja të vetmisë ose pasigurisë për të ardhmen. Nëse noton pa problem, kjo tregon që po e përballon mirë rrjedhën e jetës. Nëse ndihesh i humbur ose i frikësuar, mund të tregojë një situatë ku ndihesh i papërgatitur ose i pafuqishëm. Notimi kundër rrymës. Nëse sheh këtë ëndër, kjo është një shenjë që po përballesh me sfida në jetën e përditshme. Mund të simbolizojë vështirësi në marrëdhënie, punë apo vendime të rëndësishme. Nëse arrin të dalësh nga uji ose të notosh pavarësisht vështirësive, kjo tregon forcë të brendshme dhe vendosmëri. Tani do të kalojmë tek pjesa e dytë, rënia në ujë në ëndër. Çfarë do të thotë? Rënia në ujë është një ëndër e zakonshme dhe zakonisht tregon një ndjenjë humbje kontrolli ose një ndryshim të papritur në jetë. Interpretimi varet nga mënyra se si bie, lloji i ujit dhe ndjesitë e përjetuara. Rënia në ujë të pastër. Kjo ëndër tregon një rifillim të ri në jetën tuaj, një pastrim emocional dhe ndryshime pozitive. Nëse ndihesh i qetë pas rënies, kjo tregon që je gati për ndryshime dhe përshtatje me situatat e reja. Nëse zhytesh thellë, mund të simbolizojë një përvojë shpirtërore ose një udhtim të brendshëm për njohjen e vetes. Rënia në ujë të turbullt ose të ndotur. Nëse shikon këtë ëndër, kjo do të thotë se ti ke konfuzion, frikë ose një ndjenjë se po përballesh me diçka të panjohur. Gjithashtu mund të tregojë një periudhë ankthi ose pasiguri në jetën tënde. Nëse ndihesh i mbërthyer në ujë, kjo mund të sinjalizojë një situatë ku ndihesh i pafuqishëm ose i kapur në rrethana të vështira. Rënia nga një lartësi në ujë. Nëse sheh veten në të tillë ëndër, mund të tregojë një ndryshim të madh në jetë ose një situatë që po e përjeton si të rrezikshme. Nëse ndihesh i frikësuar gjatë rënies, kjo mund të simbolizojë frikën nga dështimi ose humbja e kontrollit mbi gjithçka të rëndësishme. Nëse rënia është e butë dhe e qetë, kjo tregon që ndryshimi që po vjen në jetën tënde është i natyrshëm dhe i domosdoshëm. Mbytja në ujë simbolizon ndjenja të mbingarkesës, ankthit dhe frikës se nuk po e përballon dot një situatë të caktuar.
Nëse arrin të dalësh nga uji, kjo tregon se do të gjesh një zgjidhje për problemet e tua. Nëse ndihesh sikur dikush të shpëton, kjo mund të nënkuptojë që ke nevojë për ndihmë nga të tjerët për të kaluar një periudhë të vështirë. Të shtesë që ndikojnë në interpretim. Ndjenjat që përjeton në ëndër. Nëse ndihesh i qetë, kjo tregon se e ke pranuar rrjedhën e jetës dhe se po përparon pa stres. Nëse ndihesh i frikësuar ose i pasigurt, kjo tregon që po përballesh me ankth ose frikë nga e panjohura. Gjëra ose njerëz që ndodhen pranë teje. Nëse je duke notuar me dikë, kjo mund të tregojë mbështetje ose lidhje të forta emocionale. Nëse sheh një anije ose ndihmë të afërt, kjo mund të simbolizojë shpresë dhe ndihmë nga dikush në jetën tënde. Ngjyra dhe gjendja e ujit. Uji i kaltër dhe i qetë është shenjë e mirëqenies dhe e qartësisë. Uji i errët dhe i trazuar tregon paqartësi dhe frikë. Ka shumë rëndësi pas çdo ëndre të kuptosh se si je ndjer gjatë ëndrës. Nëse ti ke ndjer frikë, emocione negative apo ankth, bëj kujdes për të ardhmen. Nëse zgjohesh nga ëndra me ndjesi të mira, një qetësi dhe paqe shpirtërore, atëherë parashikimi i ëndrrës do të thotë diçka e mirë po vjen për ty. Ju lutem na bëni subscribe dhe na ndiqni në kanalin ton. Faleminderit.